Barcelona dhe Anthony Gordon kanë arritur marrëveshje të plotë për kushtet personale. Klubi katalanas nuk ka humbur kohë dhe ka paraqitur një ofertë zyrtare për 70 milionë euro te Newcastle. Plani i Barcelonës është i qartë dhe i prerë. Ata dëshirojnë që ta mbyllin marrëveshjen sa më shpejt para Kupës së Botës. Mendoni se Gordon është lojtari i dur për te Barcelona? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Ndërsa Barcelona po nxiton në Mercato, në Itali po përgatitet një transferim që do të shokojë gjithë Mercaton. Luciano Spalletti dëshiron me çdo kusht transferimin e Mohamed Salah te Juventus. Trajneri italian e ka menaxhuar egjiptianin më parë te Roma përpara se të transferojë te Liverpool. Dhe pikërisht kjo marrëdhënie e vjetër po jep optimizëm te Juventusi për një transferim. Ndërkohë, po në Itali, Nico Paz e ka bërë të qartë Real Madrid se nuk dëshiron të rikthehet në Madrid dhe se dëshiron të qëndrojë te Como dhe për sezonin e ardhshëm dhe të luajë në Champions si protagonist. Megjithatë, vendimi përfundimtar i takon Real Madrid nëse do të aktivizojnë klauzolën e blerjes. Po tek Real Madrid, një tjetër argjentinas ka kërkuar largimin. Bëhet fjalë për Franco Mastantuono, i cili ka kërkuar të largohet nga Reali, pasi dëshiron të ketë më shumë minuta në këmbët e tij. Një arsye kryesore për këtë vendim bëhet fjalë edhe për botrorin, ku raportohet se nuk do të jetë pjesë e listës së Argjentinës për Kupën e Botës. Megjithatë, Mastantuono kërkon që të huazohet në një ekip tjetër dhe jo të largohet përfundimisht nga Real Madrid. Ndërkohë, Jorge Mendes, pasi u rregullua marrëdhëniet me Real Madrid, ja ka ofruar klientin e tij, Joao Neves, klubit madrilen. Portugezi vlerësohet shumë dhe në bazë të asaj që raportohet, në ditët në vazhdim pritet të nisë negociatat. Por Joao Neves nuk është i vetmi mesfushor që kërkon Real Madrid. Bazuar raportimeve të fundit, klubi madrilen ka shfaqur interes dhe për Enzo Fernandez. Ditët e fundit në garë për argjentinasit është futur dhe Arsenal, ku topçin pritet të rivalizojnë Manchester City dhe Real Madrid. Arsenal ka bërë kontaktet e para për një lëvizje të mundshme këtë verë. Megjithatë, Chelsea nuk është i hapur për një kalim të tij te Arsenal, por dëshirat e Arsenal nuk kanë fund pas fitimit të Premier League. Ata janë hedhur gjithashtu në sulm dhe për Morgan Rogers. Është vetë Mikel Arteta që po ullesh personalisht këtë transferim, pasi e cilëson lojtarin e Aston Villës si përforcimin ideal për ekipin e tij. Bisedimet e para kanë nisur, por nuk pritet të jetë lehtë. Aston Villa e vlerëson lojtarin mbi 80 milion pound, por për të janë në garë Chelsea dhe Manchester United. Nga transferimi i Gordon te Barcelona, interesimi i Juventus për Salah dhe lufta 80 milionëshe për Rodgers, kjo verë pritet të jetë tepër e nxehtë. Ndaj bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.